Sot i është dhënë lamtumire e fundit Papa Franceskut, ku arkivoli u vendos në sheshin e Shëmpjetrit të shtunën në fillimin e meshës mortore, ku morën pjesë një numër i madh njerëzish, duke përfshirë udhëheqës të fuqishëm botror, pelegrin dhe prelat. Duart rokitjet u dëgjuan ndërsa arkivoli dekoruar me një kryq të madh doli nga bazilika e Shëmpjetrit, kambanat e ranë ndërsa udhëheqësit nga më shumë se 150 vende zunë vendet e tyre. Personazhe të shquara përfshin presidentin e SBA-s, Donald Trump, i cili pati disa përplasje me Papa Franceskun për qëndrimet e tyre krejtësisht të kundërta mbi emigracionin. Në ceremoni morën pjesë 220 kardinalë, 750 peshkop dhe më shumë se 4000 priftërinj. Mijëra qytetarë nxituan drejt Vatikanit që në orët e para të mëngjesit. Shumë prej tyre ngritën kampe për të siguruar vende në krye të turmës për ceremoninë. Papa Argentinas ndroi jetë të hënë në moshën 88 vjeçare. Gjatë 3 ditëve të fundit rreth 2500 njerëz kaluan pranë trupit të tij që ishte vendosur në një arkivol të hapur para altarit të bazilikës së Shëmpjetrit të shekullit të 16. Midis krerëve të shteteve që fluturuan në Rom ishin presidentet e Argentinës, Francës, Gabonit, Gjermanisë, Filipineve, Polonisë dhe Ukrainës, së bashku me kryeministrat e Britanisë dhe Zelandës së Re, si dhe shumë anëtar të familjeve mbretërore europiane. Duart rokitje u dëgjuan në shesh kur u shfaq presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Një nga figurat e shquara të para që mbërritën ishin ish presidenti i SBA-s Joe Biden dhe gruaja Jill. Ndryshe nga paraardhësit e tij, Francesku kërkoi një varrim më modest. Në vitin 2024 ai ndryshoi rregullat e hershme që kërkonin 3 arkivole, 2 prej Selvie dhe Lisi, si dhe 1 prej plumbi, njëri brenda tjetrit. Sipas rregullave të reja, papët tani mund të varrosen në një arkivol të vetëm prej drurit të veshur me zing. Ndryshimi i rregullit lejon gjithashtu varrimin jashtë Vatikanit sipas dëshirave të Franceskut. Ai vendosi që arkivoli i tij të transferohej në bazilikën e Shën Marisë së Madhe, një kishë jashtë mureve të Selisë së Shenjtë. Francesku është papa i parë që varroset atje që nga vitet 1600 dhe i pari në më shumë se 100 vjet që varroset jashtë Vatikanit.